Një delegacion i OSBE-Odirit ka zhvilluar sot një vizitë në ambientet e prokurorisë së posaçme, SPAK, ditë që përkon edhe me nisjen zyrtare të fushatës elektorale në kuadër të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Ashtu kreu i misionit për vëzhgimin e zgjedhjeve të OSBE-Odirit, ambasadori Lamberto Zanier, është pritur sot në një takim edhe nga prokurori i përgjithshëm Olsian Çela. Objekti i takimit ishte njohja e përfaqësuesve të misionit me masat e marra nga prokuroria e përgjithshme në lidhje me hetimin e veprave penale në fushën e zgjedhjeve, si edhe mundësitë e mbështetjes së punës së misionit nga prokuroritë e juridiksionit të përgjithshëm në kuadër të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit 2025. Në të gjitha prokuroritë e juridiksionit të përgjithshëm janë ngritur seksionet posaçme të përkohshme me në krye drejtuesit e prokurorive, të cilat do të mbështeten edhe nga policia e shtetit me oficerë të policisë gjyqësore, si edhe nga një forcë operacionale. Gjithashtu, në bazë të marrëveshjeve të lidhura, puna do të koordinohet me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe Prokurorinë e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në drejtim të komunikimit të shpejtë, të raportimeve mbi veprat penale, shkëmbimit të informacionit dhe koordinimit efikas të këtyre hetimeve. Paketa mes këtyre institucioneve është bërë publike disa kohë më parë në kuadër të goditjes së krimeve elektorale para, gjatë dhe pas zgjedhjeve parlamentare të 11 majit.